e shoh me babin, mamin kur të ri, janë shumë krenar, në depresion, ku najtë veç vetë, e mshilë në dhomë. Bashkë që të ditë e pa ta bu një video në TikTok edhe shumë kom qef, krejt njerëzit që kanë probleme, zakonisht me depresionin ose ankthin me indimu. One nashta që atë ku kur jam kanë në ankt në depresion, ku najtë veç vetë, e mshilë në dhomë, edhe nuk kum dasht njerëzi për rrath, se kum thonë i lëndaj, nashta me naj fjallë ose me naj veprim, qas dohet. Edhe gjithë e kam një liber si fletore, shumë e trash, edhe nashta krejt kujtimet e mija, i kum marrë dhe i kum shkru. Masi i kum kry krejt, tu kajdo me thonë, kum kajt me të si një fmi i vogël. Edhe në fund e kum marrë, kum të shky ose e kum kallë dhe kum thonë krejt që kujtimet e mija të këshia tjetës për du vish mi fshi. Po, unë e afer e kum pas normali dhe familjen, e kum pas motrën e vogël, vllain, që s'm kanë lanë asë një herë me dalë për vetë vetës. Edhe i falenderoj shumë që më kanë nejtë afer, edhe sot e shoh me babin, mamin kur të ri, janë shumë krenar në fazën që kum arrit, edhe e shohin që jam e lumtur me jetën, e kum kalu atë fazë të keqen, ashta ma mirë ma herët, se me një mosh madhore. Edhe, se si më të dash me qitë lëtë, se tash veç happy po du me konë, s'po du as lëtë për në të këqia që i kum kalu, se për një me realisht janë konë shumë kohë të shtira që njerëzit s'kanë mujt me ditë, ose me më veretë, se gjithë e munu mu shfaqë shumë pozitive, shumë. Fatmirësisht se ki pas gjithmonë atë rrethin e ngushtë të kam përkrahë shumë, sidomos familja, kemi pa shumë shpesh edhe në rrjetet sociale dhe përmes postimeve tua, videove tua, lidhjen tënde edhe me babajnë, edhe me nanën, me motrën, me vllaun, kështu që edhe sot po besoj që je një shembull shumë i mirë për ta. Po, vllau dhe motra ma bujnë inshallah, në vjetët tua jena sikur te, se je munu do me thonë, nashta je motra e madhe për neve, thuj një sikur nanë, se i këshyri me të asenet, kam qef një abut, nashta që kam mungu mu, s'du mi e mungu aty në korë. Edhe kam qef mu kanë si prind për ta, dhe mësë mi mungu kur gjë, dhe mësë mi lanë ashta me te kalu, në fazat që kom te kalon, edhe gjithja kum jepat qiltërsin me full, me mu qka të kanë na i breng, dhe qka marrë direkt më kalëzu mu, edhe mësë me pas frika ashto për kur gjë hesh njët. Anisa, po besoj që edhe më herët, viteve të kaluara e ke pas ftesën për me marrë pjesë në reality show, në përgjithësi. Prej kur ka fillu, në fillem krejt Bigo nishe, unë e kum pas ftesën edhe për nishën edhe për dyshen, po jem kanë, do me thonë, që atë ku jem kanë shumë keq, edhe nuk kum gudzu, ashtu me marrë iniciativen me hisë, edhe isha unë tash jam shumë gjendit keqe psikologjike edhe nashta nuk e di qysh mu i musil me njerëzit mrena.